qasja sajt në kampionatin evropian, edhe qa u zhvillu më mbrapa, them që ajo mënyrë loje, ato njëjtët lojtarë, pra e marrun atë detyrën e vetë dhe të kishte ardhur koha për disa ndryshime, të paktën disa 3-4 pozicione, për mendimin tim. Ndoshta e kam dhe gabim, po unë e kam deklaruar dhe duket në emisionin këtu që ka ardhur koha e disa zëvendësimve, një energji e tre, një energji më potenciale, më fizike, qofse duam të arrijmë diçka më shumë, sepse kualifikimi në një europian është pak sa më i lehtë se sa kualifikimi në botror. Pra do të desh me skuadra të tilla si Anglia, Serbia, e pa Serbinë sot, unë e pash ndoqja ekstra për këtë punë. Pra janë skuadrat pak a shumë të një niveli, Serbia me Anglinë, mos rremi kot të themi të merremi me Serbinë ne dhe Anglinë ta lëmë. Anglinë e pam gjithë që nuk ishte ajo superfuqia e madhe që ne zakonisht presim nga skuadra të tilla, pra nuk është as Spanja, nuk është as Franca, as Gjermania bile, me Italinë tani po shoh një Gjermani të frikshme. Anglia lumat bile unë zhgënjeva sinqerisht për mirë e kam fjalën nga loja e saj, nuk pash as zhvillim, pash 10 lojtarë të ngathët në fush, as filozofi, as fantazi, as shpejtësi loje. Dhe ne në fakt ishte fatkeqësia madhe që nuk e shfryzuam në favorin tonë këtë gjë. Atëherë, kush mund të ishte ajo që sipas meje gjithmonë që mund na jepte ne një shans që të kishim. Pra, ne pam ndryshimin. U fut broja, dhe pavarësisht se nuk është 100%, nuk është 50% formës vetë fizike, po me atë eksplozivitetin e vet ndryshoi diçka. Pra, dhe tjetër frymë skuadrës rrezikoi 2 herë. Qofse do kishte 2 afër vetes, 2 po aq shpejt dhe potencialisht fizikisht të mirë si vetja vet, po ti mirë shpik me anglisht, anglisht e cop-cop. Sinqerisht e cop-cop, Anglia më dobët që kanë parë njerë këto video. Kështu që në këtë aspekt them, është patjetër detyra e trajnerit të ndërtojë diçka tjetër nga çka ka bërë deri tani, sepse me atë mënyrë loje e pam dhe UEFA Nation League që nuk bëm asgjë. Unë them që se të vazhdoj po me këtë mënyrë loje, atëherë edhe me Serbinë nuk do kemi rezultate pozitive.